Usha Vance, bashkëruar e së vendës presidentit amerikan J.D. Vance, do të udhëtojë në Grenland këtë të njëjtën si pjesë e delegacionit amerikan në kohë kur presidenti Donald Trump vjen të promovojë idenë e aneksimit të këtij territori strategjik danez. Sipas Shtëpisë së Bardhë, delegacioni do të vizitojë vende historike, do të jetë me trashëgimin e rajonit dhe do të marrë pjesë në garën kombëtare të qenëve. Delegacioni amerikan do të kthehet në SBA më 29 mars. Përveç Vance, në vizitë do të jetë këshilltari për sigurinë kombëtare të Shtëpisë së Bardhë, Mike Waltz, dhe sekretari i energjisë Chris White, të cilët pritet të dalojnë në bazë ushtarake amerikane në ishull. Kjo vizitë ka shkaktuar reagime pasi Waltz konsiderohet një nga njerëzit më të afërt të Trumpit dhe sipas kryeministrit të Grenlandës, Newt Edge, prania e tij është një provokim. Edge paralajmëroi se vizita mund të rrisë presionin amerikan për realizimin e planeve të Trump. Presidenti amerikan Donald Trump ka theksuar disa herë që ka marrë mandatin e tij të dytë më 20 janar se Grenlanda duhet të bëhet pjesë e SBA-s, duke deklaruar se kjo do të ndodhë në një mënyrë apo në një tjetër. Grenlanda, përveç se një territor strategjik për mbrojtje raketore amerikane, ka burime të pasura minerale që mund të jenë me rëndësi për ekonominë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, si qeveria e Grenlandës, ashtu dhe ajo e Danimarkës, kanë kundërshtuar prerësisht çdo përpjekje për aneksimin e territorit nga SBA-ja.